kryehajni është Albin Kurti, kryehajnesh është Dejona Mihali dhe vazhdon një listë të gjatë. Zotja Haradinaj, ju lutem që të keni parasysh që të mos përdorni gjuhë të tilla në kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe është hera e fundit që ta tërheq vërejtjen. Nuk ke asnjë replik me mua. Asnjë replik nuk ke me mua. Anullimi i termocentralit 3 pra projektit Kosova e Re është dëmi më i madh që e shkaktuar Kosovës edhe popullit Kosovës pas lufte, pra s'ka goditje më të madhe që i ka ndodhur Kosovës. Anullimi i një termocentrali prej 500 megawattve është jo vetëm dëm energjetik, është dëm në siguri, është dëm në pavarësinë tonë politike, po edhe në çdo sferë tjetër tjetës sonë. Shkaktari ose arkitekti kryesor i anullimit të projekti 500 megawatt me qymyr të Kosovës e me çmim 80 euro të megavatit është Albin Kurti edhe grupi rreth tij. Kosovën, Albin Kurti dhe grupi rreth tij e kalon pa një termocentral të ri 500 megawatt. E ka dorëzue pavarësinë energjetike të Kosovës dihet me filli ku. Ky është një fakt që askush, asnjë këtë sallë nuk mundet me i keme i bo bisht. Kjo është një vërtet e cila kur s'ka më ndryshuar. Dikush o kujdes me vitet tona, mos me lonë Kosovën, me prodhue 500 megawatt energji me qymyr të vetin, me çmim 80 euro, pa ka punue. Serbia nuk ka krijuar fitore më të madhe ndaj Kosovës pas 99-s se sa këtë dështim të termocentralit të ri 500 megawatt dhe pastaj dorëzimit Kosovës të Serbia. Kjo është e vërtetë, ju lutem. Krejt VV-n e lus, çdo antar të VV-s e lus, intereson u rreth kësaj që ka po ju them. A e kom për inati, a e kom se duhet me thonë. Këtu janë njerëz në këtë parlament ulën që e kanë shkaktue këtë goditje ndaj Kosovës. Edhe s'mujnë më mshef dhe s'kanë me mujtë më mshef. Nuk kanë marrë masa, pasardhje shtyre, me prodhu, me kriju burime të reja energjetike. E a dini pse? Sepse rreth tyne janë grumbullue mafia energjetike e Ballkanit, e të cilën e dominojnë serbët, dhe këta e dinë shumë mirë të gjithë në këtë sallë. Dhe ata, bashkë me njerëz të afërm të Kurtit, lidhja e shkurt Kurtit, Dejona Mihali, kryojnë kompani çdo 2 javë. I regjistrojnë Shqipëni, i binë Kosovë, kompani fantazmë. Njona e ka emrin NOA, tjetra e ka emrin NTMT, e kështu me radhë, po gjithë në këto kompani është një afërm i Albin Kurtit, i strukturës ti, i njerëzve të ti, i Dejonës. Janë kujdes, pra, kjo mafia energjetike, për me mbyll qarkun e tregtisë me energji. Janë kujdes me i kontrollue të gjitha inshonet që kanë të bojnë me energji. Askush për juve këto, s'muni me emnu dikon kek deputet, as ministrat VV-s. Në kek, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. Në ZRE, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. E tani edhe në kosht, një për ministrit është kryeshef, e me ligjin e ri, po i propozohet Kosovës, mos me raportu kosti parlamentit, po me raportu qeverisë, po dojnë me mbyll qarkun e tregtisë e energjisë, edhe me alon duhet e lija mafijes energjetike, me bo edhe më keq me Kosovën. Nëse këto fakte nuk qëndrojnë, nëse kjo nuk është e vërtet, hajde t'i diskutojmë së të tu. Ju lutem, ajo që pse po ja u thonë këto fjalë në parlament juve së të tu, sepse kalun 6 vjetë, po duhet ja ndoj menen shka na gjonë mos 6 vjetë. Duhet ja ndoj menen, mbajnë përgjësi, kalun 6 vjetë, me 1 janar 2025 ka pas me fillu pun 500 megawatt, termocentrali i ri, teknologji e re, pandotje, e me smim 80 euro. Si kush t'ja fillojmë sot marë, kushdo që janë pushtet, për 5 vjetë, për 4 vjetë, mu i prodhon energji në Kosovë, me qymyr të Kosovës,
me çmim të tonin të Kosovës, e jo me na dorëzu të armiqt tonë, e na me ble pej tyne, e ata me bo çka dojnë me ne, me çmimin e energjisë, përfshi hajnat e tyre që janë mbledh rreth shefit qeverisë. Deri ku na dojmë i heshta? Deri ku na dojmë ja toleru një tjetër? Unë nuk po them mos rrini në partitë atij që e ka bo këta. Po ju them mrena jush, diskutoni çka ka ndodhur vendit. Mos lejoni në emrin e ju të gjithëve me ndodhë kjo masakër energjetike që ka ndodhur këtij vendi e që ka ndodhur në vazhdimsi e para neve. Nëse nuk ndërmarrim veprime sot, pasojat kanë mu thellu, damet kanë mu rrit. Energjia nuk është vetëm energji. Ju e dini më mirë çka po them të gjithë, është siguri edhe është pavarësi politike. Kjo nuk është rasti që i ka arë Kosovës një situatë e këtillë, që ne me pas dimit ende reduktime pas kushe disa vjete, që mos me ditë sa do të na vjen çmimi herën tjetër, edhe kuptohet mos me dhënë llogari kompanitë që i kanë 2 vet, që janë fantazm, që sot regjistrohet, por disa ditë i bën 100 milion çarkullim edhe zhduken. Unë nuk e heshti këta, nuk e kam hesht asnjëherë, nuk e bëj për inatit kërkuj, po e bëj se qytetarëve të Kosovës ju ka rëndu jeta. E dije që kryeministri nuk lohet për këta, sa e ka gjetë formulën që shme marrë votën, e ka pregadit një pak kotash në qeshor, me shkep do pare, cilat o ka ja merë disa herë ma shumë me këto çmime. Dashun deputet, dashun qytetarët të Kosovës, edhe një herë përsërish, ekziston lidhja e shkurt e hajnis në energji. Krye hajni është Albin Kurti, krye hajnesh është Dejona Mihali dhe vazhdon një listë e gjatë. Ju lutem kujdes fjalorin. Zoti Haradinaj, ju lutem që të keni parasysh që të mos përdorni gjuhë të tilla në kuvendin e Republikës së Kosovës. Mos mendoj që e përforconi argumentin duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Nëse ke kundërshtime ndaj politikave të qeverisë, urno bëje, por mos e keq përdor edhe një herë këtë foltore të kuvendit. Dhe është hera e fundit që ta tërheq vrejtjen. Nuk ke asnjë replik me mua, asnjë replik nuk ke me mua. Vazhdojmë me qeverin, Ministri Arizvanolli.